politike, duke shfaqur ambicie edhe për te komunës, kështu që kjo çfarë ka ndodhur është mirë pikëpare për qytetarët e komunës së Prishtinës, por edhe gjithandej që është zgjidh si problem. Te koalicionet vazhdoj me insistu që besoj unë lëvizjet e partive politike, po flas LDK-s, PDK-s, DAK-s, natyrshëm janë përpjekje serioze për me ofru një alternativë të re me datën 28 dhjetor. Kur po them të re është jashtë asaj çfarë kemi pa me 9 dhjetor, sepse unë vazhdoj po ashtu me mendu që paraqitja në garë edhe një herë njëjtë sikur se me 9 shkurt, druese që rezultati i tyre do të jetë i kënaqshëm ose nuk do të përsëritet ai që ka qenë pra me 9 shkurt. Prandaj këto lëvizje që shohim edhe nga LDK, sidomos nga PDK dhe kryetari i ri Bedri Hamza janë tregues që këto dy subjekte dojnë me sjell diçka të re krahasuar me 9 shkurtin. Ka mbetë edhe pak ditë, nëse s'ka bëj deri tek data zyrtare që me akronim duhet të paraqiten koalicionet nëse duan të jenë paraqitura në flet votim, se përndryshe me një listë zgjedhore ka ende kohë. Me 6 deri me datën deri me dillën. Jo, me datën deri në dillën është për koalicione. Lista deri me 5 dhjetor. Deri me 5 dhjetor. Lista deri me 5 dhjetor. Domethënë ka kohë edhe një javë pra që koalicionet bëhen edhe përmes një liste zgjedhore, pra të shkrihen brenda listës. Kështu që kush don të jetë në përmbajtje të flet votime dhe me emër si koalicion, kjo është që po bëhet më shumë përpjekje. Kështu që deri në fund mund me pa edhe disa lëvizje që mund të jenë po them shumë befasuese, por të reja në këto zgjedhje. Unë vazhdoj të insistoj që një koalicion i mundshëm LDK ende është në tavolinë, edhe pse nga komunikimet zyrtare nuk ka asgjë të hapur në mënyrë më të madhe se zyrtarisht, por që ka instanca ose mekanizme të ndryshëm që po e shtyjnë këtë punë. Për mua kjo do të ishte ndoshta një prurë e re, një model i ri ose një koncept i ri, një alternativë e re që kështu mund më ofru elektoratit me 28 dhjetor. Njëjtë po vepron edhe PDK, tash nisma ka mbet ndoshta një nga lojtarët i cili duhet të vendosë në LDK ose PDK, por gjasa të mëdha është që në LDK do të dështoj ky koalicion sepse ka shumë mos pajtime, domethënë brenda dhe me gjas alternativa janë vetëm e mbetet Fatmir Limajt e Partia Demokratike e Kosovës, ku aty ka gjasa të më të vogla pidan. Ka kemi informacione që ka shumë parafrim. Mes Limajt dhe po ka në pajtueshmërim parim, kështu që me gjas nismën ose Limajn nuk e dia si koalicion vështirë është si koalicion, por si një pjesë një liste me PDK do ta shohim aty. Zeqiri. Këto më pasivje për momentin është lëvizje vetëvendosje e cila fare nuk është duke bërë publike, as prurje të reja, as marrëveshje me ndonjë subjekt politik, përpos atyre që i ka brenda alternative dhe lëvizjen listën Guxha. Parti tjera janë duke reklamu edhe duke bo publik emrat ndryshëm, duke bo publik edhe parti, si që është partia Familja, që ka kalu me Partinë Demokratike, mandej Kreja që ka kalu me Lidhjen Demokratike, por ka metë si pezull marrëveshja me nismën e Fatmir Limajs, i cili duket që nuk i ka raportet e mira, ose nuk pa arrin një gjuhë përbashkët me Lidhjen Demokratike, dërsa duket që edhe Partia Demokratike nuk është shumë interesuar ose dëshiron që t'ia ul pazorin e prurjes në brenda subjektit vet. Prandaj e vetmja shqetësim për nismën edhe për votuesit edhe elektoratin e vet është se nuk është duke ditë ose nuk është ende pozicionuar se ka do të vendoset në këto zgjedhje. Por mendoj që Partia Demokratike në qoftë se dëshiron të rritë numrin e votuesve të vet dhe të bëhet një parti më e madhe dhe të luftohet për pozitën e parë, duhet që edhe zotin Limaj tafton me partinë e vet, por edhe Zafir Berishën dhe të gjithë të tjerët, të cilët për një kohë kanë qenë në Partinë Demokratike, por tani janë larguar se nuk merren më fare me politikë. Prandaj partitë janë duke luftu këto dyjat më shumë, AK me 2-3 prurë që i ka bën prezantimin e tyre Davut Haradinaj, por lëvizja vetëvendosje nuk është ajo që ka qenë në vitin 2021, ku ka bën prezantimin e shumë njerëzve, shumë figurave që kanë adheruar në atë lëvizje. Ndërsa tani e shohim që është e tërhekur, tani e shohim që është duke u marrë vetëm me komunën e Prishtinës dhe me buxhetin, prandaj është një luftë që ndoshta është e gabueshme sepse e ka vënë buxhetin për të kënë për mbi një muaj, e tani është detyruar me ja dhon buxhetin asaj radio televizionit të Prishtinë, të Kosovës, dhe që është dosh dhe ka mujt
qysh atëherë të kryetar. Prandaj është e gabueshme vonesa